Jemi tani me titujt kryesor. Rreth 41.000 fermer kanë aplikuar për të përfituar nga skema kombëtare e ndihmës në bujqësi, duke kërkuar 7 miliard lek, ndërsa buxheti parashikon 5.2 miliard. Lektorët kryesojnë me kërkesat për zhbllokimin e fondeve IPARD. Ministri thotë se po zhvillohen bisedimet e fundit me Komisionin Evropian. Presidenti Amerikan Trump tha gjatë samitit të NATO-s në Ankara se ka mbetur i zhgënjur nga aleanca. Gjatë konferencës me Mark Rutte, Trump paralajmëroi se do të ndërpresë çdo marrëdhënie tregtare me Spanjën, që e quajti një aleate të tmerrshme. Kritikat vijoi sërish edhe për Italinë. Pjesë e kryeministrit, pjesë e samitit edhe kryeministri Rama, ndërsa pak më parë aleanca ka publikuar deklaratën e përbashkët të samitit të Ankaras. Një javë pasi kushtetuesja zbardhi vendimin e plot për Erion Veliaj, me të cilin urdhëroi gjykatën e lartë të rigjyqërtojë masën e sigurisë, pala mbrojtëse kërkon përshpejtimin e rigjykimit të çështjes. Çdo vonesë sipas tyre po konsumon kohën e ushtrimit të mandatit të tretë të Erion Veliajt, i cili përfundon në qershor 2027. Një nga rrjetet më të mëdha dhe më të sofistikuar të krimit të organizuar shqiptar në Evropë është gjykuar për gjykim nga SPAK, pjesë të grupit i cili akuzohet se trafikoi kokainën nga Amerika Latine drejt vendeve të BE-s së Britanisë, janë vëllezërit Hoxh Osmani, pronari i Sinko Kavali dhe Flauren Dervishaj. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko nuk e sheh si zgjidhje fiksimin e kursit të këmbimit, pasi pasojat në ekonomi do të ishin të rënda për kredidhënie në sektorin imobiliar. Seko thotë se banka po kryen monitorime të kujdesshme. Bizneset po mbështeten gjithnjë më shumë tek punonjësit e huaj. Report Televizion sjelli historinë e 3 indianëve të cilët punojnë në Vlorë. Kamal, Hashar dhe Raxhiç duken të kënaqur me kushtet e punës dhe thonë se të ardhmen e shohin në Shqipëri.